Keni probleme me rrafët poshtë syve, jasi t'i eliminoni. Rrafët e zi poshtë syve bëjnë që tek njerëzit të perceptohet se janë të lodhur dhe në gjendje shëndetësore jo të mirë. Faktorët që çojnë në shfaqjen e tyre janë disa siç është lodhja dhe problemet e përditshme. Është e rëndësishme që të tregoheni si duhet pa kaluar në ekzema. Mungesa e vitaminave dhe hidratimi jo i dur mund të jenë një arsye. Zakonisht, femrat e mbulojnë këtë problem me pudër ose lloj kremi që përdoren zakonisht për këto zona. Por mënyra më e mirë për të parandaluar rrafet e zi poshtë syve është hidratimi. Konsumoni ujë sa duhet gjatë ditës dhe evitoni toksicitetin e lartë. Mund të përdorni bustina të çajit të vendosura në pjesën poshtë syve. Gjithashtu, uji i trëndafilit, gjethet e mentes dhe patatet e prera ose vaji i bajameve mund të jenë alternativa lehtësuese për gjendjen tuaj që mund t'i ndiqni her pas here.